Ju përshëndes zonja dhe zotrin, ju ftoj të na ndiqni, do të flasim për situatën në Kosovë, për gjysmën tonë më të mirë, le të themi zhvillimet e fundit politike, atje fakti që deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk patën mundësinë apo nuk deshën, do ta diskutojmë në vazhdim, të zgjedhin presidentin e ri të vendit, çka bën që parlamenti të shpërndahet dhe të shkohet sërish në zgjedhjet parakohshme, ashtu sikurse ndodhi më herët edhe me pamundësinë që kishin për të zgjedhur krye parlamentarin, gjë që shkuan në zgjedhje. Më lejoni të prezantoj dhe diskutojmë në studio me profesor doktor Ardian Muhaj, historian dhe studiues i historisë, profesor, mirë se vini. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. A ishte e pritshme për ju, profesor, të ndodhte kështu, apo shpresuat edhe ju deri në momentin e fundit, deri në sekondat e fundit kushtetuese? Pritshmëritë padyshim që ishin të gjithanshme, pra ishte edhe kjo pritshme, po kishte edhe pritshmëritë e tjera. Pra mund ndodhte cila do zgjidhje ose mos zgjidhje, dhe kjo rrugë që unë dosh, me të pakten mu më duket një nga rrugdaljet më të padëshirueshme, një nga zgjidhjet më të qala, dhe e cila nuk është në pamje nga momenti ku jemi, nuk duket as si një bazë e përkohshme për një zgjidhje akoma më të mirë. Pra, ekziston një frikë e arsyeshme që edhe kjo shtyrje, se si rregull nëse shtyhet diçka, do të thotë që të bëhet më mirë, ose për shkak të mospasjes së kohës së mjaftueshme, të arrihet tek një pjekje më e mirë e çështjes, por kjo shtyrje është jo funksionale, nuk e ka një funksion të mirëfillt, dhe është shtyrje për hir të shtyrjes, dhe mund të jetë jo një hap tranzitor deri një zgjidhje më ideale, por mund të jetë edhe një regres, do të thotë duke mos e peshuar në aspektin cilësor, por sasior flas, sepse ashtu sikur se ekziston mundësia që të konsolidohet qeveria, pra pesha politike e forcës qeveritare, vetëvendosjes, po aq shumë ekziston edhe mundësia që të zbehet kjo dhe të shtohet pesha politike e opozitës, dhe pastaj kjo mungesë, kjo kulturë e mos marrëveshjes, që tashmë gati mund të themi në mënyrë informale është institucionalizuar, pastaj me numra të ekuilibruar mund të jetë, dhe është tërësisht janë kushtet, që numrat ekuilibruar sjellin ekuilibrin më të madh politik. Profesor Muhaj, ju jeni studiues i historisë, si do ta përshkruanit juve këtë periudhë që kalon sot Kosova, fiks këtë moment? Natyrisht në retrospektive dhe zhvillimet e mëparshme, të mosgjetjes së gjithë së përbashkët. Kjo është një pasqyrim i vogëlsisë së një klase politike përballë peshës të cilën e ka marrë mbi supe. Ngecja ose mosmarrveshja në kushte të tilla, që dukshëm pavarësisht asaj që të gjitha partitë politike, si pozita, si opozita, e theksojnë se kjo cënon, dëmton kredibilitetin, është një peshë e rëndë edhe për konsolidimin e institucioneve të shtetit të Kosovës, megjithatë që të gjithë kontribuojnë në këtë problem. Kështu që kjo është realisht egoizëm i plot, i përgjithshëm politik, dhe i pa
i padobishëm. Ky është problemi. Dhe kemi këtu një përpjekje për të vendosur secili vetveten në qendër të gjithçkajet, secila forcë politike. Dhe për të pasuar faj në anën tjetër. Kur është koha që secili të vendos tërësinë, Kosovën, sepse sikur të ishte Kosova e konsoliduar tashmë, sikur brezat paraardhës ta kishin sjell në një pikë që mund qëndronin kjo klasë politike e relaksuar dhe të bënin këto lojra politike, padyshim që edhe eksperimente politike, mbasi ndryshimi një sistemi nga një sistem disi shumë partjak në një sistem më pak shumë partjak, pra me bipartjake tjerë, ose bipartjake diçka me një forcë të tretë, si thosh kyçe po normalizuese, megjithatë këtë funksionin e forcës së tretë në Kosovë, prandaj është jo natyrale kjo, sepse funksionin e forcës së tretë ose të kyçit e kanë me kushtetut pakicat. Pra vërtet Parlamenti i Kosovës përbëhet nga 120 deputet, por rreth 17%, 16% sa i bie janë të zënë. Pra 20 deputet i takojnë pjesës pakicave. Kështu që nëse madje spektri politik shqiptar do duhej që këto pakicat siç deri tani i ka përdorur në favor të vetin dhe nuk kanë qenë element përcaktues, element kyç. E kanë ruajtur atë ngurtësimin kushtetues që jep kushtetuta, lista serbska ka 10 deputet dhe komunitetet e tjera pakic kanë 10 deputet të gjitha së bashku, por ekziston rreziku që duke mos u marrë vesh ta, pastaj kingmakers, ato që do vendosin forcat, edhe raportin e forcave në këtë ekuilibër të brisht, të jenë pakicat, pra ky 20 deputetshi nga totali 120. Sërish në këtë skenar do ishte dhe është, jemi akoma brenda pozitivitetit, që pakicat jo serbe të luajnë rol. Po në momentin që larg qoftë një forcë politike, siç e shohim për shkak të egoizmit, siç po shihet, të arrihet që të përdoret edhe forca politike, lista serbska, pastaj kompromiset do shkojnë përtej egoizmit politik dhe do shkojnë në dëm tërësisht të konsolidimit shtetit Kosovës. Muhaj, deri dje një thënie e një nobelisti italian të letërsisë, kemi bërë më të mirën tonë për ta përkeqësuar situatën, duke sigurisht e thënë engas për Shqipërinë, po fatkeqësisht sot mund të heqim via paralelizmi edhe në Kosovë. Tani, jo për ta gjetur ne fajtorin, por duket sikur opozita është impostuar në Kosovë për të thënë që të gjithë përgjegjësinë e çfarë ndodh e ka shumica, nga ana tjetër vetë opozita e trajton forcën qeverisëse sikur të ishte një parti pushtuese dhe jo një parti që ka fituar zgjedhjet. Si e shikoni ju këtë, bazuar edhe në deklaratat që janë bërë pas këti momenti të trisht, le të themi? Si rregull në një sistem demokratik ku numrat diktojnë edhe forcën edhe peshën fuqinë politike konkrete, edhe përgjegjësinë politike konkrete, sipas numrave përgjegjësia do i binte vetëvendosjes sepse ka shumicën parlamentare dhe politike. Çështja është se këtu kemi të bëjmë me një opozitë e cila është opozit në reagim të politikave të pozitës të vendvendosjes. Dhe është shumë interesant sepse si opozit ka pas kohë të mjaftueshme që të krijojë një profil veprues, paraveprues, projektues të diçkaje, nuk themi të re, po
tradicionale, gjenuine, që është përfaqëson forcat politike që e përbëjnë. Megjithatë, dhe një nga arsyet e ngërçit është pikërisht ky, sepse opozita nuk e ka një profil të qartë politik. Ndërkohë që vetëvendosja gjithashtu është në proces tranzicioni nga forca politike pankombëtariste që ishte deri në momentin që vjen në pushtet, tek forca politike shtetariste, le të themi, dhe kështu që të dy palët janë në formimin e një identiteti që në gjykimin e secilës palë është më i përshtatshmi që i përgjigjet situatës dhe kontekstit politik. Megjithatë, të gjitha këto, secila pengesë, secili ngërç tregon se kjo nuk po funksionon. Pra kemi një opozitë e cila nuk arrin të jetë opozitë ndaj situatës, por është opozitë ndaj liderit, ndaj pozitës konkrete, pra ndaj forcës politike që ka përballë, por shteti, shoqëria kërkon shumë më tepër se sa kritika nganjëherë personale ndaj forcës politike që është në pushtet. Kërkon ide të reja, kërkon profil të ri, kërkon dalje, masivizim, kërkon element të mirëfillt të një opozite, e cila nuk po arrin t'i ketë. Dhe ka dhe atë boshllëkun, ose le të themi secila palë ka një iluzion. Secila palë ka kuajt e vetë të betejës, për pozitën, kuajt e betejës së opozitës kanë ngordhur. Mirë po për vetë opozitën, ideja është se kuajt e saj janë të fortë. Dhe kjo krijon pastaj projektimet e gabuara. Opozita ka realisht kuajt e ngordhur beteje, sepse pothuajse të gjitha mjetet politike, të gjitha idet politike të cilat i kanë trumbetuar si të vetat dhe si me peshë dhe që do ndikojnë tek elektorati, praktikisht i personifikon edhe pozita dhe vetëvendosja. Një nga kuajt më të mëdhenj të betejës që pothuajse ka ngordhur të opozitës ishte se vetëvendosja është kundër ndërkombëtarëve, kundër aleatëve tanë ndërkombëtar, kundër Shteteve Bashkuara të tjera. Dhe ky kalë beteje është pothuajse ngordhur sepse nuk vërtetohet në realitet. Dhe nuk është realiteti sipas dëshirës së opozitës. Po mos begenisja apo distancimi, le të themi, e kandidaturës Vjosa Osmanit, duke patur që ka patur goxha. Vjosa Osmani nuk përfaqëson asgjë më shumë se sa vetveten tek mbështetja e ndërkombëtarëve, letra që i dërgoi presidenti Trump, aktivitetet e shumta ku ka marrë pjesë. Po që të gjitha këto fakti që u duk shumë e afërt me që të gjitha këto nuk e ndryshojnë këtë fakt, plus asaj Vjosa nuk ishte pjesë e opozitës. Ishte pjesë e qeverisë, ishte pjesë e vetëvendosjes. Kështu që edhe sikur kjo të ishte kështu. Megjithatë unë them që respekti, afirmiteti e tjerë ishte për Kosovën dhe jo për Vjosën. Dhe Vjosa ka profilin e vet, por kjo është tek pjesa e faktit që opozita nuk ka një projekt politik dhe nuk ka një platformë politike. Platforma vetëm politike është tek personalizimi dhe shumë interesant tani retorika po kthehet gjithnjë më shumë retrograde duke akuzuar Kurtin si komunist, sikur do na çojë tek një shtet autoritar, komunist e tjerë. Këto mund të duken të bukura në një bisedë informale dhe por ju nuk qëndroj pretendime të ngritura. Por këto janë supozime të cilat nuk shpjegojnë dukurinë, sjelljen politike të Kurtit dhe të vetëvendosjes.
sepse fakti që një parti politike don të rrisë numrat, don të rrisë peshën e vet politike, nuk është gjithmonë e lidhur me përpjekjen autoritare, nuk është gjithmonë e lidhur me përpjekjen diktatoriale, për rikthimin e tjerë, sepse këto pastaj pikërisht to tregojnë boshllëkun ideor, sepse këto janë klishe, janë akuza që edhe vetëvendosja mund t'u bënte secilit prej partive të opozitës. Nga ana tjetër, fragmentarizimi i kësaj opozite, padyshim që vetë fakti që një opozit e bashkuar, i vetmi element i fortë që ka treguar opozita deri tani, por që ekziston mundësia që të mos jetë më, është pa aftësia e vetëvendosjes që ta thej këtë aleancë të opozitës. Përpjekjet dhe në këtë aspekt, mbase është pa aftësia e Kurtit, ose ose oferta jo e duhur, gjithsesi pa aftësia e Kurtit në negocim, sepse besoj se do të duhet ta kishte te i kaluar, por shohim për çudi një opozitë shumë kompakte përballë Kurtit. Dhe kjo është paksa e çuditshme. Ajo çka i mban bashk është vështirë të kuptohet, sepse kemi edhe profile politike jo të njëjtashme, madje të ndryshme, LDK-ja me një profil caktuar, PDK e tjerë, por kjo është një nga çuditë e skenës politike. Muhaj, nëse e shohim në rrafshin ndërkombëtar, shqetësim për stabilitetin, zgjedhje të shpeshta që mund të shihen si shenje mos funksionimit të mirë politik, ngadalësimi i proceseve integruese të Kosovës, qoftë në Bashkimin Evropian, por edhe synimi që ka për antarësim në NATO, pastaj nëse shohim në rrafshin rajonal Serbis që i jepet argumenti se Kosova është jo stabile, pastaj nëse flasim për zgjedhje të reja, vështirësohen disi pandaluar pastaj tek vonesat që ndodhin në çdo fushë shtetërore apo shoqërore të Kosovës. Në këtë rrafsh si e shikoni, duke patur parasysh edhe që udhëheqësit e UÇK-s i kemi në proces? Tani këtu është thembra akili të gjithë situatës, ajo që ne më shumë i druhemi, pra dëmtimi jo thjesht i imazhit, sepse imazhi tashmë në këtë kohë nuk është se e kemi të i kaluar si shqiptar, do të thotë, ka ndryshuar imazhi, jemi tashmë të pa komplekse në të aspekt, por çështja është se dëmton mekanizmat real të pranisë ndërkombëtare të shtetit të Kosovës dhe forcon nga ana tjetër mundësinë e aktivizimit të mekanizmave kundërshtues anti-shqiptar, anti-Prishtinë, anti-Kosovë, anti-shtetit të Kosovës nga ana e Serbisë dhe krijon padyshim edhe gjithë kjo energji e shpenzuar për debatet e brendshme, pastaj krijon edhe një apati, një mpirje, një shmangje, jo thjesht për ndërkombëtarët, por sidomos një mesazh jo i duhur për njerëzit e thjesht dhe sidomos për trit. Pra në momentin që kjo masë trinj shohin se këta politikanë që i përfaqësojnë nuk po arrin të jenë lartësinë e detyrës, reagimet e tyre do të jenë shumë të dëmshme, shumë më të dëmshme se sa ajo që mund të kemi pastaj në aspektin e pasojave ndërkombëtare, sepse do shkoj tek mungesa e interesimit të rinisë për politikën, pra do arrit tipikisht tek vende si Italia, vende tjera që me ndrrime të mëdha të qeverive, rinia shmanget,
është e ftohtë dhe duke qenë e tillë situatat, në një rast tillë me drejt mund të mbërrihet në këtë, pastaj do bjerë edhe shpresa për përmirësim të kulturës politike brenda nesh. Dhe si e shikoni në vijim, si e shikoni këto 45 ditë muaj në vazhdim? Çfarë fushate zgjedhore parashikohet? Edhe kush kishte iluzionin apo shpresën se del më i fituar nga kjo situatë? Tani fushata nuk do ketë asnjë ide, thjesht do ketë debate çfarë na thatë, çfarë u tham, çfarë nuk thatë, çfarë nuk tham, si e duhej thënë, pse nuk e tham, kur e tham e tjerë, do jetë një fushat jo e bukur për ta ndjekur, pa ndonjë risi ideore, pa ndonjë projekt të ri. Po pjesëmarrjen si e parashikoni, profesor? Tani kushtet janë pjekë që të kemi një ftohje të elektoratit për shkak të shpeshësisë së mos zgjidhjes, për shkak të mos kuptimit të vazhdueshëm mes të deleguar, të përfaqësuesve të vullnetit popullit, dhe kjo ka anën e vet pozitive dhe negative, sepse fundit edhe me një përqindje që dihet që do të jetë më e ulët se sa zgjedhje normale, të zakonshme, por gjithsesi është përfaqësuese. Problemi është se do shpenzohen jo vetëm para nga buxheti, por do harxhohet shumë kohë me riciklimin e të njëjtave diskutime dhe do godas atë që tham, pra si thosh shpresën e shtresave, moshave më të meritueshme për të pas shpresë tek e ardhmja e Kosovës, që janë rinia. A ka ndonjë ndikim sa i takon gjykimit që bëhet ish udhëheqësve të UÇK-s, situata që ndodh? Jo, besoj se këto janë të ndryshme. Jo për vetë procesin gjyqësor, por pavarësisht sa ides që për hir të Zotit ndiko këtu dhe atje, tek siç ndodhi me atë kërkesën absurde, pra nuk kanë lidhje njëra me tjetrën. Ata të cilët janë atje është një trup gjykuese dhe një sistem i caktuar me vlerat e veta të caktuara, juridike e tjerë, dhe do t'i qëndroj atyre vlerave juridike të cilë, ose atij tagë juridik, natyrisht jo të mirëpritur për ne, ose për mua personalisht, në kuptimin asaj që është gjykat që nuk do duhet kishte ekzistuar, gjithsesi nuk kanë lidhje dhe nuk do ndikohet. Se sikur të ishte për të ndikuar, do ndikonte që t'i ulej, se të kishe, por është pak e tepër që të mendojmë se situata në Kosovë është e tillë, pra se kjo është një krizë e tillë që të ndikojë deri në këto përmasa. Gjithsesi është një krizë tipike, normale, e mos komunikimit politik dhe që mbetet ende për fat mirë në nivelin e mos komunikimit të duhur ndërpartijak. Profesor Muaj, nuk ridot pa ju pyetur edhe për Tiranën zyrtare, sa i takon këtyre zhvillimeve të fundit në Kosovë. Tani, si keni lexuar reagimet e munguara në proporcion me çfarë ndodh atje? Pavarësisht reagimeve, padyshim që pesha është, padyshim që në këto vitet e fundit me qeverinë Kurti, fuqia e ndikimit të qarqeve të nëndheshme politike të Tiranës, por edhe asaj pjesës teatrale, pra publike, përdorimit të Kosovës në mënyrë paternale si bija jonë që ne i japim këshilla, që ne drejtojmë, që ne i qëndrojmë në mbrojtje e tjerë, është zbehur dhe tashmë ka rënë edhe vlera e një
show të tillë dhe kjo është gjë pozitive, sepse besoj se askush më mirë se sa aktorët politik atje nuk e njohin çështjen, por qarqet politike, politika në Tiranë nuk e ka lartësinë e mjaftueshme, pavarësisht atyre që ne po i kritikojmë tash dhe po i diskutojmë sot, kultura politike në Prishtinë është shumë fish superiore me kulturën politike në Tiranë. Pra ne nuk kemi njerëz të kërkuar nga drejtësia që mbrohen politikisht. Pra nuk ndodh. Kjo s'ndodh as në Greqi, imagjino, për dyshime dhe ulladorëheqja jo nga 13 deputet dorëzuan imunitetin në parlament. Për fondet e BE-s. Sepse parlamenti nuk është organ i gjyqësorit, nuk është gjykat. Që vendos cili është i fajshëm dhe cili është i pafajshëm. Tani këtu ndodhin to, kështu që është pozitive fakti që mundësia për ndikim është e kufizuar. Dhe një nga shpresat është pikërisht kjo. Por, ka dhe tjetër, sepse nëse nuk ndikon Tirana, dikush të ndikoj. Nëse nuk ndikon dikush Qarqet anti-shqiptare, çfarë ndikimi mund të kenë? Pa dyshim që kjo është qartë, që Beogradi ka skenaret e vet, ka mënyrën e vet të operimit, ka projektet e vet, ka të gjitha, jo vetëm listën serbska, por ne duhet shpresojmë që kultura politike, e klasës politike, përgjegjësiria e tyre ndaj misionit të tyre, të jetë në lartësinë e tillë që të mos e cënoj këtë dhe të mos bëhet qarje ose të mos bëhet si thush ftesë ky kaos, ky mos komunikim ndër shqiptarësh, të mos bëhet ftesë për aktivizimin edhe më të madh ose të qarqe anti-shqiptare, sepse kjo pastaj do sillte më të keqen akoma. Profesor Ardian Muaj, ju falenderoj shumë për Faleminderit juaj. Falenderime edhe për ju, zonja dhe zotrin që na ndoqët.